Problemi I madh është sot me një pjesë të fetarëve, të cilëve në moment që të fetarizohen, izolohen, mbyllen dhe askush nuk ja fsheh hajrin atyre. Për këtë Zoti I madhnueshëm e Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam kur kanë fol për njerëzin, kanë thonë ma të mirit njerëz janë ata dhe ata që janë të dobishëm për tjerët dhe që u ashojnë hajrin të tjerët. Kjo është gjëja më e bukur. E na sot e inkurajojmë veten, sikur që e inkurajojmë edhe çdo njërin prej juve. A moni ju kuf, dashurit e mi, bëni pyetje vetvetes, a është duke ja pa hajrin dikush? A është duke ja pa hajrin dikush? Pasunisë tone, diturisë tone, aspektit shpirtëror tonin, dashamirësisë tëndën që e ke, mundësive tua që I posedon, është duke ja pa hajrin dikush. Nëse është duke ja pa hajrin dikush, Allahu ka me ju begatu në dynja edhe në ahiret. Allahu na bëv nga ata që na I shohin hajrin të tjerët.